të flasim sot për ndalimin e rrjeteve sociale në vende të ndryshme të botës, duke përfshirë këto TikTokin e famshëm, po edhe rrjetet e tjera sociale. Për këtë arsye, në studio ne jemi me 2 psikologë dhe gjithashtu pedagog në Universitetin e Prishtinës, Dren Gërguri, mirë se ke ardhur. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu zonën psikologe Qendresa Prapashtica, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm. Dhe Naim Telaku, i cili normalisht është psikolog edhe mik i programit tonë. Mirë se ke ardhur zoti Telaku. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Po filloj me juve, zoti Gërguri, pasi që ju jeni edhe profesor në Universitetin e Prishtinës në dekën e gazetarërisë. Tash ka raportime të ndryshme që ka këto rrjetet sociale, cilat në disa prej vendeve të botës vetëm nuk funksionojnë, disa nuk kanë leje me operu në këto. Në disa prej vendeve që patëm rastin në Shqipëri, shembull, të TikTokit edhe në disa vende të tjera, por që ndikimi i tyre është shumë i madh apo jo. Na tregoni ç'është gjendja për momentin dhe pastaj normalisht do flasim edhe në aspektin psikologjik se sa ndikon te trit, po të gjitha gjeneratat. Po, unë besoj se në shoqëritë e tjera edhe në këtë tonë në Kosovë, shtrirja e mediave sociale te fëmijët edhe të rinjt është në shkallë të madhe dhe mënyra se si ajo ndikon në sjelljen e tyre është diçka që ne e vrejmë. Edhe në familje kur ne kemi moshatarë të cilët janë të një moshë më të vogël, por edhe nga ato kontakte që mund t'i kemi edhe sidomos me mësimdhënës të shkollës fillore, mes metolt që mësojnë direkt edhe kanë direkt punë me nxënës të këtyre moshave. Dhe unë besoj se ajo se çka ne po e shohim tash si një reagim të shumë shteteve është kuptimi i asaj se çka ne kemi bërë në gjithë këto, të themi pothuajse 2 dekada, kur ne i kemi lejuar mediat sociale të hyjnë në familjet tona pa kurfar pengese, edhe në ato raste kur është diskutuar meta ende ka rregullin e moshës 13+ që mund të kesh një profil, por ne gjithë e dim se gjithmonë ka pas përdorues dhe Australia doli me miliona përdorues me statistika të moshës më të ulët, por që i përdornin këto media sociale sepse ka qenë më e thjeshtë që të shmanget një algoritëm që është caktuar prej tyre, që të mos lejohet edhe fëmijëve të jenë prezent në këto media sociale. Ndikimi i tyre është i shumanshëm, edhe ajo se çka është më brengosëse, besoj është fakti se si ne kemi lejuar që fëmijët tanë të ekspozohen këtyre mediave sociale pa qenë të gatshëm, pa e kuptuar efektin që ato mund të kenë në jetën e tyre dhe pa e kuptuar rolin që duhet ta kenë në mënyrë që ta dinë edhe se si të sillen brenda mediave sociale. Dhe besoj se kjo do duhet diçka që është një prej zgjidhjeve, se ndalimi që dhe ne po e shohim edhe në disa shtetet e tjera, thjesht kjo mund t'i shtyjë edhe ata të rinj që të shkojnë në një adresë tjetër ose prapë përdorin një manipulim. Kishte raportime nga Australia tash që thjesht ka marrë lejen e vëllait ose një shoku i cili është 16+, e ka vendosur para kamerës dhe ka vazhduar ta përdor Facebook-un, fjala vjen. Pra kjo tregon që pavarësisht që një politikë e tillë mund të ndikojë që mund të ketë kështu efekt më të madh në përdorimin e mediave sociale nga fëmijët, prap ka shumë mundësi të tjera që edhe vetë fëmijët sot po i mësojnë që se si mund të shmangën diçka të tillë dhe të vazhdojnë të jenë aktiv në këto media sociale. Unë gjithmonë e them që media sociale funksionojnë me algoritme dhe algoritmet ushqen nga përdoruesit. Pra për mua TikToku dhe të tjerat nuk janë të dëmshme a priori, por është mënyra se si ne i përdorim ato. Dhe përderisa ne ushqejmë një algoritëm që na ofroj pamje të cilat nuk janë përshtatshme për ne, algoritmit edhe mediave edhe kompanive të mëdha teknologjike nuk ju intereson kjo, atyre ju intereson që ti të kalosh kohë aty sepse monetizohet dhe ky është problemi kryesor që ne e kemi me çfarë do lloj kompanie që mund të jetë TikTok, Meta apo cila do prej tyre. Mirë, Zena Prapashtica, besoj e përmendi Dreni që algoritmi është sot shumë i rëndësishëm edhe tash megjithse thuhet atë që 13 vjeçar nuk mundet me regjistru një llogari në Facebook, ne e dimë që edhe fëmijët kanë. Po sa ndikon të fëmijët, sidomos kjo mos kontrollimi edhe kjo qasja atyre ka që letë në gjitha të që e tha edhe profesori për shkak ndoshta mos kontrollimit, po edhe atë që ndoshta vetë kemi leju me ardheri në këtë pikë. Po prej një perspektive empirike duke punu me fëmijë dhe adoleshent, mund të me thonë që në baza ditore ballafaqohemi me efektet që i krijon, do me thonë qasja e parakoshme le të themi në rrjetet sociale dhe në telefon.
Duhet ndoshta me qenë të përkujtuar që rrjetet sociale asnjëherë s'janë dizajnuar pikë së pari për fëmijë, megjithatë përdoren në masë të madhe. Efektet që i vrejmë, për shembull në raport me shkolla, është mungesa e vëmendjes, domethënë shpërqendrimi shumë i shpeshtë, mandej ka efekte shumë herë të agresivitetit, si sjellje që modelohet prej videove dhe komenteve që përjetohen në botën virtuale. Prej më të shpeshta janë po ashtu raportimet e pagjumësisë, domethënë humbja e orarit, ballafaqimi me komente, domethënë bullizimi kibernetik është kogja prezent, po ashtu edhe fenomeni i përfshirjes në video të cilat e tejkalojnë moshën e përdoruesve. Krejt këto janë sfidat që domethënë shkaktojnë çrregullime, le të themi, edhe në sjelljet e fëmijët, të cilat në një mënyrë duhet ndoshta të parandalohen qysh nga qasja në telefon dhe këto rrjete. Se të lahu, qysh e vlerësoni për hapjen kështu të, po them, këtij numrit të madh, se tash po shohim se cili, po them kështu, TikTok, Instagram, Facebook, se cili e kanë ato specifikat e veta, apo ka për hapje shumë të madhe, sidomos te fëmijët në TikTok. Në diçka që me të vërtet edhe ato vende që vetë kanë bërë TikTokin e kanë bllokuar kështu si rrjet social. Mendoj që përgjigjja në këto qëndron në ato që në dizajnin e TikTokut edhe të platformave tjera të rrjeteve sociale. Ato janë të dizajnuara shumë mençur, domethënë janë të dizajnuara me njohuri të thella për funksionimin tonë psikologjik, e sidomos për funksionimin e fëmijëve në aspektin psikologjik. Janë një lloj droge llojit vet, për shkak se shkaktojnë varësi, domethënë sot rreth 10% adoleshentëve anëkon botës, 10+, unë më përmend, kanë përdorim problematik që njihet në literaturë shkencore ose në lloj varësie nga rrjetet sociale. Algoritmi i funksionimit të tyre është që për kohë shumë të shkurtë të ofrojnë një lloj satisfaksioni, një lloj dinamizmi, diçka të re, diçka interesante, diçka që domethënë mundet me qenë e pëlqyeshme prej përdoruesit. Pastaj përdoruesi kur e sheh 1-2 video në TikTok, automatikisht TikToku i ka algoritmet mbrapa që ja personalizon faqen që është faqe fëmijët adoleshentit, domethënë në një farë mënyrë një herë e lexon çka don me pa dhe çka don me ndëgju adoleshenti, pastaj ja personalizon edhe i ofron vazhdimisht përmbajtje të cilat është duke i kërkuar, për cilat ka nevojë, për cilat ka dëshirë, ka afinitet ku çka do të qoftë fëmiu. Edhe me llogaritet me rreth 6-8 klikime ose ndalje në video të ndryshme të TikTokut, TikToku mrin me lexu personalitetin e fëmijët, edhe pastaj me servu përmbajtje e cila është e gatuar ekskluzivisht për atë fëmijë, edhe pastaj domethënë kjo bën që fëmiu mos me mujt adoleshentin në këtë rast, domethënë mos me mujt me u shkput matutjen nga përdorimi i teknologjisë, me përfundu në varësi, me përfundu në telashe të ndryshme, edhe masi bëhet një lloj cikli i mbyllur. Domethënë sa më shumë që fëmiu futet dhe adoleshenti, domethënë sa më shumë që bëhet i varur për përdorimin e teknologjisë, jetë më shumë brapa në socializimin e real, jetë më shumë brapa në komunikimin me familjarët dhe bashkëmoshatarët, jetë më shumë brapa me suksesin akademik, ka më shumë telashe gjumit të tjera që i përmendit qëndresa, edhe sa më shumë që ka telashe të tilla, e vetmja adresë ku mundet me e kalu kohën, edhe më ndi pak më rahat, domethënë pastaj mbetet TikToku. Edhe këto dyja një farë TikToku, Instagrami, kryesisht këto dyja, masnjë edhe Facebooku edhe tjera, edhe këto dyja masnjë ushqejnë njëra tjetrin, edhe fëmiu sa më shumë që e përdor, aq më shumë ka nevojë me përdor, derisa të përfundojë në një gjendje që në Japoni, nëse s'gaboj, është shpikur një term i ri hakikimori, që në kupton fëmijët, adoleshentët të cilët janë mbyllën brenda dhomave të tyre, 24 orë në ditë rrinë brenda dhomave të tyre, nuk kanë kurfar socializimi, as me anëtarët e familjes, as me shoqërinë e tyre, as nuk shkojnë shkollë, as kur gjithë kësaj natyre domethënë, mirë po thjesht bota atyre bëhet në farë mënyrë rrjetet sociale, kryesisht ndërlidhur nga TikToku, Instagrami e të tjera. Për një kohë shumë veç edhe një fjalë. Patjetër. Për një kohë shumë të shkurtë, varësia e teknologjisë dhe ky përdorimi problematik për cilin po flas, domethënë teknologjisë për një kohë shumë të shkurtë është duke u rrit prevalenca, përhapja e varësisë dhe përdorimit. Edhe na jemi të lëviz me një trend që shumë shpejt domethënë kjo do të bëhet një lloj epidemie.
globale dhe në ta kemi ko gjatë vështirë me menaxhu, për shkak se dhe neve si të rritur nuk kemi të ofru shembullin më të mirë për adoleshentët. Adoleshentët dhe neve në shumë të në rastet na shohin me telefon dorë, me teknologjinë dorë kështu me radhë. Zotë Gërguri, a duhet e Kosova të marrë kështu pjesë në nismën edhe në ndalimin e përdorimit të rrjeteve sociale, qysh i kanë bo disa prej vendeve, qoftë në rajon, po edhe në botë përgjithësi? Unë besoj se ne që ka kemi gabuar është që kemi dështuar në ta quajmë qasin e kompetencës, që ne t'u mësojmë fëmijëve mënyrën se si të përdorin këto media sociale, dhe po flasim për fëmijë prej moshës, prej kopshteve, edhe tutje, me përmbajtje të ndryshme, por duke u treguar atyre se si duhet të thjesht t'jenë përdorues, në çfarë mënyre, si të sillen, dhe gjithashtu të kenë kujdes pastaj nga rreziqet që vijnë nga përmbajtjet të ndryshme të mediave sociale. Dhe ne nuk e kemi bërë këtë. Se kemi bërë në Kosovë, nuk e kam bërë edhe në shumë vende të tjera, dhe kjo është arsyeja pse tash nga kjo qasja që ka qenë deri viteve të fundit në shumicën e shteteve duke proklamuar edukimin mediale të tjera, kanë kaluar në një qasje tjetër që është mbrojtja nga rreziku. Dhe nga ideja që tash hajde të mbrojmë fëmijët tanë sepse po e shohim që ata janë në rrezik. Por problemi është teorik, në fushën e mediave ekzistojnë teori të cilat e shpjegojnë se si në fakt kur media përdoret për arsye të ndryshme, për argëtim, përdoret për komunikim me tjetrin e kështu me radhë. Dhe në momentin që ti ja ndalon një adresë të caktuar, nuk është që ja ndalë edhe nevojën që personi, fëmijët në këtë rast, vazhdojnë ta kenë të njëjtin përdorim të mediave. Dhe kjo çon atë se çka unë jam pesimist se mund të ketë një efekt shumë të madh ky ndalim, për shkak se fëmijët gjithmonë do ta gjejnë një rrugë ndryshe që prapë të përdorin media sociale. Dhe ne mund të marrim edhe shembuj edhe me elementet e tjera të alkoolit, të cigareve, të tjera të duhanit, që janë të ndaluara, po flasim Kosovë, edhe ne shohim ata që nuk janë moshën e caktuar, por i përdorin ato. Pra, edhe aty thjesht është tash ne po e ndrojmë mjetin, po e ndrojmë arsyeën, por mënyra, rruga prapë është e njëjta. Dhe unë besoj se te ne krahas kësaj që do të mund bëhej, dhe edhe po ta bënin në institucionet tona, unë besoj që është domosdoshmëri që ne të fillojmë edhe t'u mësojmë fëmijëve mediat dhe inteligjencën artificiale. Sot, sepse krahas mediave, ajo se çka shumë po diskutohet edhe çka është rreziku i së nesërmës, është ndërhyrja edhe përdorimi i përmbajtjeve të gjeneruara me inteligjencë artificiale, duke i përdorur brenda mediave sociale dhe duke krijuar një botë krejt tjetër që është virtuale, vazhdon të jetë virtuale dhe është e gjeneruar me AI, por kur ti e shet duket që është reale ajo. Dhe kjo vetëm po e bën edhe më komplekse problemin. Dhe në anën tjetër, s'ka ndonjë reagim te ne spaku, nuk është që kemi pa ndonjë ndryshim të madh në mënyrën se si në kurrikula tona fëmijët tanë mësohen, që prej familjes, shkollës e më tutje që me siguri do ndalemi edhe te këto. Patjetër, por fillimisht po propozoj ta shohim një material që ka të bëjë pak edhe me statistikë edhe se si është vendi jonë, po edhe vendet e rajonit pikërisht për këtë temë, e përgatitur nga kolegja jona Ida Gashi, pastaj do të kthehemi dhe të flasim pikërisht për atë që e përmendi zoti Kërkuri. Dhe me panelistët këtu në studio, do ta pyes zënin Prapashtica që keni pa ose keni vrejtë të fëmijët pikërisht këto që i tha Aida në kronikën e saj që fëmijët përdorin shumë së Snapchatin edhe këto rrjetet të tjera sociale, po probleme me ankth, me depresion, me bullizëm, që është shumë e shprehur sidomos tek fëmijët. Po, është pikërisht simptomat e ankthit kur manifestohen që fëmijët kërkojnë ndihmë në një farë forme. Shumicën e kohës i raportojnë ato që s'kan arrit me flajt, ka pas dhimbje për shkryjnë zonën e krahërurit, s'ka mujtë me marrë frymë, domethënë pak a shumë fëmijët i ilustrojnë vetë reagimet që ju sjell një përdorim i tepërt edhe ekspozimi që përmendëm më herët. Vlen me përmend që prej eksperiencës në këtë rast më shumë vrehet që domethënë bullizimi kibernetik është faktor numër 1, krahasimi social, frika nga ekspozimi, edhe ndonjëherë fëmijët që përdorin rrjetet sociale ekspozohen edhe në kërkesa të ndryshme nga palë të treta apo të rriturve, veçanërisht target janë vajzat e mitura, ndoshta ndonjëherë të cilat pranojnë reagime dhe mesazhe nga persona plus 18. Domethënë, përveç kësaj ekziston edhe një situatë reale e rrezikur për disa fëmijë të cilët mundën mu përfshi përmes pikërisht
përmes rrjeteve në, domethënë, rreziqe të cilat kanë pasoja afatgjate për zhvillimin e tyre. Pa deshme e dramatizu ose tragjizu komplet përdorimin, sepse nëse menaxhohet megjithatë jo gjithmonë prodhon ankth, mirë, po në situatën ku prezantohet tash, shihet që ma tepër ka ekspozim negativ real se sa ndonjë pasojë pozitive të aty për atyshme sa i përket, domethënë, ekspozimit të fëmijëve në këto rrjete. Kështu që po depresionet, simptomat depresive dhe ma tepër të ankthit vrejnë shumë shpesh. Vrejnë. Zoti Delahu, si ndikon krahasimi social online në formimin dhe identitetin e fëmijët? Edhe nëse më lejohet veç një koment me kronikën që dëgjom. Prej përvojës e kemi pa që kur prindja ndalon fëmijët, adoleshentit për përdorimin e telefonit, reagimet mund të jenë të paparashikueshme. Do më thonë, prej reagimeve me agresivitet, prej reagimeve me pandjeshmëri totale për ato që ka po ndodhë, prej shkputjes komplet të komunikimit me familjen dhe mbylljen në dhomën e tyre, deri në kërcënimet me sjellje vetëlënduese të fëmijëve. Mirë, po këto janë ma shumë dinamika brenda familjes. Ndërkaq në rastet kur ndalimi i përdorimit të rrjeteve sociale bëhet prej institucioneve, bëhet prej shtetit edhe është prej gjithëve për gjithë njëkohësisht, atëherë mendoj që ky ndalim, qysh është bën shtetet që folën më herët, Australinë, Francën e të tjera, ky ndalim mund të jetë më efektiv. Kështu që çka po duam të thonë është që mund do të ngëzonte faktin se edhe shteti i Kosovës do të kishte ndërmarrë hapa që me bo do me thonë një lloj dietizimi ose ndalimi të përdorimit të rrjeteve sociale për fëmijët dhe adoleshentët, mbi besimin që parashtrova më herët që kur ndalimi është institucional, atëherë ky mund të jetë më i mirë kuptueshëm dhe më efektiv tek fëmijët, se në shumicën e rasteve fëmia mund ndjehet pse shoku, shoqja po përdor teknologjinë e jo, pse ata po janë rrjete sociale në jo mirë, por kur ndalohet për gjithë pastaj mund kemi totalisht një tablo tjetër. Edhe sa i përket efekteve psikologjike para se me kalu të izolimi social, ato që i përmendi Qëndresa më herët, do me thonë kur bohen bashk rritja nivelit të ankthit, pastaj të depresionit, pastaj kur kjo vjen përpos shkputjes prej botës reale dhe involvimit total në botën virtuale, edhe kur bashkë me këto bëhet edhe ngacmimi ose bullizimi online, përpos ankthit, depresionit, të lashave me pagjumsinë, do me thonë prishje totale performancës akademike deri në tërheqje prej shkollës të tjera, disa raste kur bullizimi sidomos është i lartë, bullizimi online, atëherë në akt final mund të jenë edhe idetë vetëlënduese, deri tek idetë vetvrasje dhe në disa raste do me thonë edhe materializimi i tyre. Ndërka sa i përket ekskluzivisht izolimit social, është plotësisht e vërtetë që edhe këtu do me thonë sikur në shumicën e efekteve tjera, efektet janë të dyanshme. Efektet pozitive mund të jenë tek personat cilët për nga natyre janë pak të marrshëm, pak të turpshëm, pak të tërhequr në aspektin social. Atyre ju ndihmon përdorimi i rrjeteve sociale për me qenë pak më shumë të pranishëm në rrjetet sociale, do me thonë nuk po dojmë me paraqit një pamje krejt të errët të përdorimit të rrjeteve sociale, mirë po ata janë një pakic, ndërkaq për shumicën që përdorin rrjetet sociale, ata në ato rrjete sociale shohin shumë përmbajtje të edituara, i shohin shokët, shoqët, bashkëmoshatarët e tyre në vende të ndryshme, në socializime të ndryshme, në aktivitete të ndryshme, edhe për herë më shumë ndjen inferior krahasuar me bashkëmoshatarët e tyre, me shokët e tyre, pastaj në forma të ndryshme, do me thonë bashkëmoshatarët mrin me marrë më shumë përcjellje, pëlqime të tjera, jo gjithë e kanë mundësinë me marrë pëlqime dhe përcjellje dhe me bërë jetë gjerë të shoqërisë, do me thonë në rrjetet sociale, edhe kjo ndihmon që vazhdimisht, ose ndikon më mirë me thonë, me urrit ndjenja e izolimit social, e cila pastaj për pasojë të radhës zakonisht e ka ndjenjën e depresionit, e cila do me thonë përcillet me pasoja tjera negative. Kështu që përdorimi i rrjeteve sociale nuk është kontakt social real, këtë mesazh po duam të thonë, nuk e zaventon kontaktin social real, edhe në përgjithësi sipas studimeve të mirëfillta shkencore anë kënd botës, sa më e lartë që të jetë përdorimi i rrjeteve sociale dhe varësia prej tyre, më e lartë është ndjenja e izolimit social. Zoti Gërguri, ne po flasim më shumë për fëmijët, sepse ata janë më të atakuar edhe përmendë shumë në fillim që tha që është shumë lehtë
me ha, po e ka edhe anën e mirë apo jo, pavarësisht asaj që me të vërtet po ka situata bullizuese shumë herët, siç po thonë psikologët. Në aspektin akademik ju ndihmon të rinjve moshës të mesme, po e quaj kështu, sepse duhet me pa edhe anën e mirë ndoshta, se ka edhe anë të këqija, po që mund të ketë edhe anë të mirë apo jo. Patjetër, ne zakonisht në diskutime fokusohemi te ato që duhet i përmirësojmë. Po, e vërtet. Dhe kjo është ndoshta pse nganjëherë e kthejmë dritën nga e errta, se neve që kemi dritë. Po besoj se po, ka të mira që mund të përdoren dhe ne e shohim edhe në shkolla, edhe këtu në Prishtinë, po besoj edhe në qytete tjera që ka përdorim më të madh edhe të YouTube, edhe të videove që u shfaqen nxënësve, sepse edhe ajo është një prej mënyrave se si ne duhet ta kuptojmë se fëmijët kanë ndryshuar edhe mënyrën e marrjes së informacionit dhe ata shumë sot e preferojnë një video për shpalljen e pavarësisë të Kosovës, se sa 5-6 faqe që mund t'jenë tekst edhe që mësuesi mund t'ju thotë që ta lexojnë atë. Dhe kjo është një diçka tjetër që ne duhet ta përditësojmë mënyrën e mësimdhënies, sepse po ndryshon mënyra e mësimdhënies te fëmijët si rezultat i asaj që ata prej një moshe të vogël i ekspozohen ekranit, edhe i ekspozohen videove të ndryshme që mund të jenë të dëmshme, por edhe ka të atilla që nuk ka asgjë të keqe që fëmijët i shohin ato. Dhe unë besoj se ato se çka ne nuk po e punojmë është një që ta shtrim këtë njohuri të edukimit medial, të mënyrës se si të përdori mediat për ta përcjellë informacionin te fëmijët dhe duke mos e bërë ne këtë atëherë po thjesht e kemi kriju një hendek në mes të asaj se çka edhe si mund të përdoret edhe si realisht se çka po ndodh me fëmijët edhe me të rinjt në përgjithësi edhe mënyrën se si ata pastaj thjesht janë të përgatitur, janë të qarmatosur kundrejt krejt këtyre rreziqeve që mund t'i vinë, edhe në shumë raste e harrojnë edhe këtë përparësinë që kanë nga media, njëjtë nga inteligjenca artificiale. Sot që ne kemi filluar shumë shpejt ta demonizojmë inteligjencën artificiale, por nëse e shën në thelb edhe inteligjenca artificiale është aty për ta lehtësuar jetën e njeriut dhe nëse ka përdorim të përgjegjshëm dhe etik të inteligjencës artificiale, atëherë gjithçka është pozitive për ne. Problemi është kur ne manipulojmë me të, kur ne mashtrojmë me të. Dhe aty a është AI apo është një mjet tjetër ka pak rëndësi, më rëndësi është karakteri i njeriu, edhe ajo se si ai sillet, kur ka situata të tilla, ndoshta për ndonjë shortcut, që duket rrugë e shkurtë e shpejt për të arritur një rezultat, por që faktikisht në efekta edhe në plan afatmesëm me afat gjatë është i dëmshëm për shoqërinë. Më një shpejt, zonja Prapashtica, thash bisedon për fëmijët, po ata që janë 16 e lartë, cili është rreziku i tyre, se është edhe kjo mosha adoleshencës, që edhe të ta para sa ishim duke e pa materialin bisedum që një prej po edhe më këtyre rrjeteve sociale si Snapchat është shumë i përdorur, jo vetëm tek ne, po në gjithë botën, po edhe te ne ka raportime edhe nga policia që Snapchat te trit është platforma ndoshta më e përdorur prej tyre në komunikim të grupe të ndryshme, ka pas raste dhe grupe cilat nuk kanë pas qëllim kështu të mirë, edhe gjitha këto kemi pas mundësi që me raportu. Po, normalisht që të fëmijët dhe adoleshentë përdorimi varion nga grup mosha specifike dhe tendenca që shfaqen në qatë mosh. Në pjesën adoleshencës rreziqet janë më tepër edhe të stilet të paramenduar, kur për shembull e përmendet grupet të caktuara synojnë targetimin e dikujt apo grupeve të tjera, kryesisht për qëllime të ngacmimit, të cilat ndonjëherë din të eskalojnë, edhe ndonjëherë fatkeqësisht edhe pse janë të natyrës virtuale fillimisht shndrohen në reale her pas here kur domethënë komunikimi eskalon. Kemi raste që shpeshta ndoshta kur situatat shkojnë deri në konflikt fizik pas një kontakti të tillë. Sidoqoftë edhe pjesa e të miturve sa i përket domethënë komunikimit ndërgjinor dhe komunikimit me persona më të rritur ekziston edhe si faktor, po është vërtet që le të themi dëshmit nuk janë shumë lehtë përcjellshme në Snapchat që e bën më të bresht dhe më të pasigurt për këtë grup mosh. Sidoqoftë gjithmonë kthehemi te perspektiva tjetër që megjithatë përdorimi është individual, po ashtu edhe indikuar nga faktorë të shumtë. Nëse, siç e përmendi edhe profesori, nëse do të ishin përdorur në mënyrë më të menaxhueshme, do të thotë që nuk i kanë aspektet pozitive të cilat mundën me ndiku po ashtu në informim ma duhur, në komunikim ma të hapur me të tjerët.
Mirë po në rrethana të cilat po funksionojmë zakonisht, domethënë janë këto efekte. Pak a shumë dallimin që e shohim në praktikë është që të fëmijët nën 16, duke qenë se janë ende të pavedishëm për faktorë të rrezikut edhe se çka përjetojnë realisht, të adoleshentët nëse ekspozimi është i gjatë, vrejet edhe tendenca për ta përdorur në mënyrë të paramenduar, megjithëse janë shumë kush janë për pasojat. Deri dikon, domethënë, ekziston nevoja për menaxhim për shkak që mund të shndrohen në situata reale me pasoja jo shumë të favorshme. Minutat po na shkojnë shumë shpejt, po krejt në fund zoti Delahu bisedojmë për problematikën kështu sa pa të mundësi në këto minuta, po sa është e rëndësishme koha e përdorimit të gjitha gjeneratat, se ka edhe te mosha ndoshta të shtyra që sot gjithë kohës janë në TikTok, sajtën tënë edhe ata, se bisedojmë për adoleshentët, për fëmijët, po edhe ata janë të prekur dasht e pa dasht, ndoshta edhe të syt edhe në përgjithësi, po kam përshtypjen në aspektin psikologjik sa ju ndikon aty. Për postyne që i përmendi qëndresa, kjo ndikon shumë në kohezionin familjar. Do me thonë është pasoj negative pariparueshme, kur një familje hajtë në drejkë bashk, ose hajtë në darkë bashk, edhe gjithse cili prej tyne është me telefon dorë në rrjete sociale, pa komunikim asnjëri me tjetrin. Pastaj ndikon negativisht edhe në stabilitetin e raporteve martesore, raporteve familjare të tjera, sa më shumë ekspozim ndaj opsioneve të ndryshme ka efekte negative. Pastaj në përgjithësi do të thonë na mund të thonë që mënyra e ndalimit total të përdorimit të teknologjisë informative është luftë e humbur, na s'do të mundnim të bëjmë këto asnjëherë. Përkundrazi po lëvizim në drejtim të varësisë për herë më të madhe nga teknologjia, edhe përdorimit për herë më të madh saj, por krejt çka na mbetet është pikërisht kjo që po e thuti, do të thonë me kontrollu kohën e përdorimit, me bën një lloj diete digjitale, do të thonë të paktën prej prindërve me u kujdes që në kohën e xhumit fëmijët e tyre mos me përdor teknologjinë përgjithësi as rrjetet sociale, pastaj në kohën e mësimit mos me përdor, pastaj me u kujdes që tek fëmijët do të thonë ato vaktet e bukës që janë me hongër bashkë gjithë familja, pastaj me zhvillu hobi të ndryshme dhe masni mbetet prej prindërve me u kujdes, do të thonë edhe me kontrollu në mënyrë të mirë fillt çfarë përmbajtje po përdorin fëmijët edhe adoleshentët në teknologjinë informative dhe në rrjetet sociale. Në trendet të ndryshme, për shembull që në shfaqjen TikTok, supozojmë, kemi pasur raste kur përmbajtja ka qenë vetëlënduese, kur trendet të ndryshme të vetëlëndimit na i kemi pa të gjithë. Fushata të ndryshme që bëhen fushata modë. të ndryshme të asaj natyre, të cilat mund të jenë vërtet të rrezikshme për fëmijën, për shëndetin e fëmijës të adoleshentit, edhe mund të jenë të rrezikshme edhe për kohezionin e përgjithshëm familjar dhe progresin e shoqërisë në tërësi. Zoti Gërguri, krejt në fund, ju jeni ligjërani në Universitetin e Prishtinës, sa i për të rëndësi kësaj teme, ju jeni pedagog aty dhe sa punoni sidomos me gjeneratat e reja, atë që thamë psikologët, që të ketë kështu dietë dhe përdoret, po e thajmë kështu gjithmonë në mënyrën e mirë që ndoshta prej atij institucioni arsimor mos me dalë në të lashë që psikologët e përmendën. Ne punojmë me 18 vjeç e plus në departamentin e gazetarisë dhe aty patjetër se do të mësojmë për gjitha ato që ne po i diskutojmë. Çështja është çka të bëjmë me të tjerët të cilët nuk janë në studim të gazetarisë dhe të medias, por studion një fushë tjetër, ndërkohë janë pothuajse 24 orë, të mos themi gjatë gjithë kohës, po në një kohë shumë të madhe janë të ekspozuar ndaj mediave sociale. Dhe unë besoj se ajo se çka ne duhet bërë si shoqëri është që ta shtrijmë së pari edukimin medial si një lëndë obligative prej shkollës fillore e tutje, dhe të njëjtën kohë të ketë edhe përmbajtje që në lidhje me edukimin medial dhe të jetë ndërkurrikulare edhe në lëndë të tjera, për shkak se është e domosdoshme që fëmijët tanë të mësojnë sa më shumë për media sociale, për inteligjencë artificiale dhe gjitha këto që do të jenë edhe më të rëndësishme në jetën e tyre, deshtën apo s'deshtën, studiuan apo jo media apo gazetari, por është shumë e rëndësishme në radhë të parë për të qenë një qytetar i përgjithshëm në shoqërinë tonë, duhet të dinë se si të përdorin media sociale, duhet të dinë se si informohen e të tjera në mënyrë që ata pastaj të marrin vendime pa u ndikuar nga manipulime, nga mashtrime që mund t'i bëjnë të tjerët, sidomos sot e shohim atë se çka mund prodhohet me deepfake të gjeneruara nga inteligjenca artificiale dhe çka për shembull
fatmirësisht s'kam rritë ne, por në Azi vetë është kjo porn deepfake në shkolla dhe mes nxënësve, diçka që është edhe më e rrezikshme edhe që është edhe më dëmshme se sa faktikisht ky elementi i media sociale që ne diskutuam deri tash. Pra ajo se çka po na vije është edhe më e rrezikshme se sa çka po e diskutojmë, ndërkohë përveç reagimit institucional që siç po e bën Spanja, që doli deklaroi edhe kryeministri tha perëndimi i egër, se kështu e quajti ndër të tjera kreto çka po ndodh me media sociale, edhe ne duhet reagojmë, po nëse ne nuk e fusim në kurrikula dhe nuk e mësojmë në shkolla, ne mund ta ndalim në media sociale aty, po ne thjesht nuk kemi ndikuar fare te shoqëria. Unë ju falenderoj shumë për kontributin e juaj, shpresoj shumë që ky kontribut i juaj po edhe këto të lashet largohen edhe gjithmonë me po anën kështu pozitive që thatë dhe ju. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues, do shkëputemi pak e pastaj do kthehemi edhe të flasim për përfundimin e sezonit të gjuetisë.